Ne të krishterë sapo kemi mbaruar Meshën e Shenjtë, por është një gëzim që shpërndahet, si kemi theksuar në këto ditë, gëzimi nuk është vetëm diçka që do të mbaj për ne. Është një gëzim që na përket të gjithë njerëz me bunit të mirë. Pashka është dhurata e Krishtit që ringjallur që na jep dhuratën e paqes mbi të gjithë. Të gjithë ne kemi nevojë për paqen, kemi nevojë për paqen brenda nesh, kemi nevojë për paqen për familjet tona, për komunitetin tonë, për qytetin tonë, për vendin tonë, por mos harrojmë ato vende kur paqja tani është një dhuratë shumë e çmuar e jetojnë në luftë. Ne do të mendojmë e do të në një farë mënyrë të jemi solidaritet me të gjithë njerëzit që sot jetojnë një botë pa paqe. Paqja është një dhuratë e çmuar e secili prej nesh do të kontribojë në vendin e vet të ndërtojë këtë paqe. Gëzuar e faleminderit që keni ardhur, Zoti ju bekoftë. Në emër të Miftinisë së Shkodrës, uroj të gjithë besimtarët katolik gëzuar Pashkët. Sigurisht në këtë atmosferë feste, si të gjitha festet e tjera fetare, janë momente që na tërheqin vëmendjen dhe na kujtojnë se sa rëndësishme është feja, besimi në një Zot të vetëm të përbashkët, prej të cilit padyshim atij duhet t'i drejtohemi, të kërkojmë mbështetje, mbarësinë dhe suksesin në të gjitha aspektet e kësaj jete lëndore. Sigur se që gjithmonë lutemi që mbi familjet tona, mbi komunitetet dhe bashkësitë tona të mbizotërojë fryma e bashkëjetesës, e mirëkuptimit, por edhe dashurisë, vlera këto pa me dyshje të arta që ne i trashëgojmë brez pas brezi, dhe jemi amanitçar që t'i trashëgojmë të brezët të ardhshëm. Për sfundi uroj që Zoti i paqes, Zoti i dashurisë, Zoti i harmonisë të vendosë paqe, harmoni dhe dashuri në të gjitha vendet e botës, sidomos në ato vende ku ka padrejtisht konflikte, në ato vende ku ka përgjakje të pafajshme njerëzore. Krishti u ngjall, aleluja. Festa më e madhe e gjithë krishtinit, Pashka, kalimi mes vdekjes, ngjalljes së Zotit, ku na dha forcën, unë poshta vdekjes. Njerëzimi e priti me lajm të madh ngjalljen e Zotit. Sot jemi këtu për të uruar gjithë të krishterët katolik, gëzuar dhe për shumë vjet Pashkën e madhe. Dashuria e Zotit në ngjallja e tij le të jetë shpresë, forcë për secilin prej nesh për një të ardhmë më të mirë. Ju uroj patjetër në këtë ditë gjithë besimtarëve gëzuar Pashkët katolike. Në qytetin e Shkodrës, qytetin e traditës edhe bashkëjetesës, patjetër kjo festë merr një kuptim të ri duke na dhënë edhe mesazhin e traditës, besimit, solidaritetit dhe patjetër le ta shfrytëzojmë këtë ditë që të përpiqemi që të jemi më të mirë dhe më të bashkuar me njëri tjetrin. Të Bashkisë Shkodër dhe kryetarit Bashkisë Zotit Beci, dua t'uroj gjithë besimtarëve katolik gëzuar Pashkët, qoftë një ditë e mbushur me gëzim dhe harmoni për familjet e tyre. Këtë ditë kam privilegjin të uroj gjithë besimtarët katolik pikërisht këtu nga Shkodra dhe kjo ka domethënie sepse Pashka mbar dhe përcjell një mesazh përjetshëm që Zoti e solli midis nesh nëpërmjet birit të tij, Jezu Krisht, që e mira e vërteta triumfojnë përballë skeqjes, përballë gënjeshtrës, përballë vdekjes dhe gjithmonë njerëzit e duan, e presin me shpresë dhe besim të mirën dhe të vërtetën. Jetën dhe çdo gjë të bukur që Zoti ja ka falë njeriu. Sot është një ditë që na bashkon të tanëve bashkë. Uroj me zemër besimtarët e krishterë, gëzuar Pashkët, qoftë një ditë plot bekime, harmoni, begati për të gjithë besimtarët në kudo që jetojnë. Sot është një ditë e veçantë, besimtarët katolik festojnë festën e madhe të Pashkëve, së bashku me urimin për këtë festë madhe në emrin e Partisë Socialdemokrate, në emrin e këshilltarëve të Partisë Socialdemokrate dhe veçanti në emrin e deputetëve të Partisë Socialdemokrate, uroj gjithë besimtarët katolik kudo që ndodhen gëzuar dhe për shumë
ringjalljen e Jezu Krishtit. Unë duhet t'uroj gjithë besimtarëve katolik gëzuar Pashkët. Unë personalisht dhe nga klubi i futbollit Vllaznia kemi marrë për vizitë, siç e kam përmendur më përpara, Vllaznia është një familje e madhe. Dhe duhet t'i uroj çdo tifozi ku që do gëzuar dhe përshëndet këtë ditë. Përshëndetje gëzime e tanë shkodranëve, jo vetëm katolik, po sepse kjo është një festë mirësie për çdo familje. Ju uroj veçmarrësi në familjet tuaja, kënaqësi të jem këtu sot, edhe inshallah për tanë Shkodrën, për ne si ekip, po edhe për tanë Shkodrën veçmarrësi.